asnjë lidhje, e si mund të thuhet prindërve apo moshatarëve më të mëdhenj që ju s'keni lidhje me këtë që po ndodh. Dhe këto janë gjëra të papranueshme, gjëra që ne na duhet kushdo. Dakor, për pyetjet e tjera do më duhet të rikthehem, por do doja një opinion nga Edisoni në këto momente. Shiko, për mua... Se tha disa çështje, kështu do doja t'i adresoje nëse është. Po, patjetër, gjitha pyetjet mund të përgjigj. Kjo për mua ka qenë e rëndësishme se ka qenë para protest, pra praktikisht pas disa vitesh me që Klajdi përmendi studentoren, që njerëzit dalin aty jo për të ndjekur një lider, jo për të ndjekur një parti, po për të përfaqësuar praktikisht hallet dhe problemet e veta. Ata janë korrektësi kronike, duhet përmendë atë të 22-shit për çmimin e naftës dhe ajo është. Ndjes, aty sikur pati tentativë për më shumë protagonizëm se sa këtu, mund të themi. Gjithsesi është pra perceptimi e naftës, nuk është se edhe po e drejtë edhe kjo. Korrekte. Tani për mua, prej fillimi, kuptimin, ka qenë më e ndershme që kjo frym, kjo revolt të mbete frym, edhe përderisa kërkesat ishin qarta, edhe praktikisht e gjithë protesta, e gjithë masa që ishte në shesh, kërkonte rrëzimin e kësaj qeverie dhe anulimin e atyre ligjeve për cilin kemi dalë, ne nuk kishim nevojë pse të nxjerrim një përfaqësi publike, politike, sepse ne nuk ishim aty as për të shkuar në zgjedhje, as për të kandiduar nesër ne, as për të hapur një parti të re, ne ishim për të arritur ato qëllime për cilat ne ishim mbledhur, edhe për të vazhduar jetën tonë normalisht. Si Klajdi, si unë kemi qenë aktivist edhe para kësaj ngjarje, e do vazhdojmë të jemi edhe pas kësaj ngjarje. Ne për vete nuk duhet ta përdornim këtë ngjarje për të ndërtuar lloj profili politik tonin. Për mua kjo ka qenë e rëndësishme, sepse ka është një përpjekje për të ndërtuar profil politik të kuvendit, mendoj. Për mua kjo ka qenë e rëndësishme që të ndahet. Ne secili në shesh jemi të barabartë, përfaqësojmë problemet tona, edhe duhet i përfaqësojmë këtë mënyrë. Pasi të rrëzohet Rama, për mua le të bëhet çdo lloj gjëje, edhe secili prej nesh është i lirë të bëjë çdo lloj gjëje. Edhe sot, se ka i keq kuptim pro dhe kundër kuvendit. Edhe sot nuk është se unë jam kundër kuvendit në parim, a priori. Edhe nuk jam kundër asnjë forme të organizimit protestës. Njerëzit në atë protestë janë totalisht heterogjen. Ka grupe, formacione, mendime krejt ndryshme brenda protestës. Kështu që ata mund të organizohen për protestë si duan vetë. Ama kjo protestë ka shku siç ka shku, sepse nuk ka pas një grup që ka qenë sipër protestës dhe ka thënë këtë protestë drejtojon. Edhe për mua, kjo protestë duhet vijoj tamam, kështu duhet vijoj ashtu. Nuk ka qenë se grupi juaj kujdestar, koordinator, kujdestar, ka pasur një pozicion të tillë, edhe ju jeni sulmuar, anatemuar, përmendur, në disa raste padrejtisht linçuar. Patjetër, ama funksioni i jon ka qenë totalisht mirëmbajtës. Pra praktikisht të sillte fonin, të përcaktonte kur hapet, kur mbyllet, praktikisht se çfarë bëhej aty, nuk e kemi përcaktuar asnjëherë ne. Se çfarë flitet aty, nuk e kemi përcaktuar asnjëherë ne. Edhe unë mendoj, nuk duhet ta përcaktojmë ne, po s'duhet ta përcaktoj askush. Në njërin prej televizionave më pyetën një herë, më thanë, a pranon ti të përfaqësohesh nga filan person për protestën? Jo mëre, protesta nuk përfaqësohet as nga unë. Që është kjo punë? Ne nuk mund të përfaqësohemi nga askush. Për herë të parë, shqiptarët kanë dalë të përfaqësohen nga vetja tyre. Edhe për mua, kjo duhet me qenë praktikisht sinteza e kësaj proteste. Çdo formë organizimi është e mirëpritur dhe është e rëndësishme. Çdo formë organizimi që tenton të akaparojë protestën, për mua duhet pa me dyshim. Unë nuk po e shoh si njërin prej tyre kuvendi kombëtar. Kuvendi është thjesht një prej mënyrave se si protesta organizohet. Kjo është krejt e drejta e tyre legjitime, edhe le të vazhdojnë ta bëjnë për sa kohë janë protesta dhe i shërben protestës. Po pse i përmend ata në vetën e tretë? Ti nuk e sheh veten si pjesë të kuvendit? Jo, nuk kam qenë. Jo vetëm pjesë e kuvendit. Unë nuk kam qenë pjesë e asnjë lloj liste emërore që ka dalë nga fillimi deri në fund. Kështu që nuk dua të jem pjesë e një liste. Unë mendoj që aty jam si Edison, si aktivist, si qytetar. Edhe do vazhdoj të jem i tillë deri në fund. Unë e shoh kështu. Kjo nuk do të thotë se gjithë të tjerë duhet ta shohin ashtu. Edhe antarë të tjerë të grupit të koordinues e shohin kështu si ty? Unë mund të them vetëm diçka. Po, kemi një rregullore. Konsensus? Kemi një rregullore të antarët të grupit koordinues që thotë qartazi që me arritjen e qëllimeve ky grup shpërbëhet automatikisht. Pra ne nuk kemi asnjë lloj objektivi dhe qëllimi tjetër për tek kësaj proteste. Pra e sheh si sens protagonizmi kuvendit ndoshta?
Për mua, varet se si ata do duan ta trajtojnë. Nëse ata e trajtojnë... Deri tani, si do duan ta vazhdojnë? Po tani ka disa perceptime, sepse unë nuk mund t'i referohem, si me thënë, deklaratave individuale të njerëzve. A ka deklarata individuale që janë sens protagonizmi? Pa tjetër. Ka, jo vetëm nga kuvëndi, po nga gjithë protesta. Po, a është fryma e kuvëndit, si me thënë, që nga dërgon drejt një sensi protagonizmi, këtë duhet ta tregoj Klajdi, jo unë, nuk jam unë brenda kuvëndit. Ti duhet bësh analizën tënde, se ndaj të pyta Klajdi në pyes në mënyrë drejt për drejt. Tas, në vlerësimin tënd, a prish punë, a krijon kakofoni mesazhesh? Për mua, duhet ishte, si me thonë, mënyra se si është bërë, duhet ishte pak më, kur them, më e drejt, më humble, duhet flisni me njerëzit. Kjo gjëja nuk ka asnjë qëllim tjetër përveç se të shërbej protestës, sepse për mua më shumë mungesa e informacionit ne e ka sjellë të kakofoni, se sa qëllimësia e djemve dhe vajzave që e kanë bërë kuvendin kombëtar. Bello? A është ndoshta domosdoshmëri organizative, apo ka një përpjekje për, le të themi, të identifikuar një grupim të ri që mund të jetë dhe politik nesër? Protesta është politike sot, po ende pa një grup përfaqësues politik. Atëherë, në radhë parë dua ta falenderoj Edisonin për këtë qëndrim, sepse ky është një qëndrim korrekt dhe kjo është fryma me të cilën ne vazhdojmë. Pra, qëllimi jon është rrëzimi i kësaj qeverie ato